Në një situatë të tensionuar politike dhe pasigurie parlamentare, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti në takimin të gjithë partitë politike të përfaqësuara në kuvent për të diskutuar mundësinë e formimit të një qeverie të re. Këto takime zhvillohen pas rrëzimit të qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti dhe përpjekjeve për të përcaktuar nëse ekziston shumica e nevojshme për një mandat të dytë. Osmani bëri të ditur se do të presë deri me 5 nëntor dhe të nxjerrë vendimin nëse do t'i jap mandatin e dytë në një partie apo nëse do të shpallë zgjedhje të reja. Kjo pasi kreu i lëvizjes vendvendosje dhe kryeministër në detyrë Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për të përcaktuar nëse partia e tij arrin të sigurojë shumicën parlamentare. Kurti, i cili deri tani më është prononcuar drejt për drejt përpara mediave, tha shkurt se ekzistojnë afate ligjore dhe kushtetuese, duke nënkumtuar se ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Ai kërkon që të takohej edhe një herë me presidenten Osmani para skadimit të afatit 10 ditor të përcaktuar për mandatin e dytë. Nga ana tjetër, liderët e partive opozitare kanë qenë unanim në qëndrimin e tyre. Nuk ekziston shumica e parlamentarëve dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Në total, 52 deputetë të përfaqësuar nga 4 kryetar parti shqiptare dhe disa përfaqësues të monitorëve e kanë bërë të qartë se nuk janë pjesë e asnjë koalicioni qeverisë, duke e bërë matematikisht të pamundur formimin e një shumice të re. Për këtë arsye, shumë prej tyre kanë kërkuar që zgjedhjet të caktohen më shpejt, brenda 30 ditëve nga data 5 nëntor në një datë të mundshme me 7 dhjetor. Ndërkohë, çështja tjetër e ngritur në takim ishte ajo e buxhetit. Opozita kërkoi që projekt buxheti i miratuar të premte nga qeveria në detyrë të mos kërkohet në kuvent për shqyrtimin e miratuar, ndërsa presidentja Osmani njoftoi se ka kërkuar zgjatjen e ndarjeve buxhetore të buxhetit aktual, të paktën deri në fund të marsit të ardhshëm. Nëse vetëvendosja dorëzon propozimin për mandatin e ri në presidencë, ajo duhet të dëshmojë se ka votat e nevojshme dhe të paraqesë në kandidat tjetër në postimin e kryeministrit, por në rast se kjo nuk ndodh brenda afatit, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, të cilat sipas kushtetutës duhet të mbahen brenda 40 ditësh.